benedici questo fuoco nuovo e accendi in noi il desiderio del cielo. Papa Leoni u thoqi katolikët e botës dritë Pashkës në një meshtës së shtunës në mbrëmje në Bazilikën e Shëmpjetrit, duke bërë thirrje për të mos u ndjerë të mpirë nga përmasat e konflikteve që shpërthejnë në të gjithë botën, por të përkushtohen për paqe. Ati i shenjtë, i cili ka kritikuar hapur luftën në Iran, tha se mosbesimi dhe frika janë lejuar të shkëpusin lidhjet midis nesh përmes luftës, padrejtësisë dhe izolimit të popujve dhe kombeve. Le të mos e lejojmë veten të paralizohemi, bëri thirrje Papa në një shërbes për natën më të shenjtë në kalendarin katolik, ku Bibla thotë se Jezusi u ringjall nga të vdekurit, dita ku festohet fitoria mbi vdekjen. Në predikimin e tij drejtuar mira njerëzve, Ati i shenjtë i nxiti katolikët të ndiqnin shembullin e shenjtorëve, të cilët sipas tij luftuan për drejtësi, në mënyrë që dhuratat e Pashkës të harmonisë dhe paqes të rriten kudo. Papa Leoni nuk përmendi ndonjë konflikt specifik gjatë meshës, në të cilën ai pagëzoi gjithashtu 10 të rritur të konvertuar në katolik. Ati i shenjtë, i cili njihet për zgjedhjen e fjalëve me kujdes, ka shtuar kritikat e tij ndaj luftës në Iran në javët e fundit. Papa tha të dielën e kaluar se Zoti i refuzon lutjet e udhëheqësve që fillojnë luftra dhe kanë duart plot me gjak. Nell'oppressione dei poveri. Papa Leoni ka uruar Pashkën edhe nga sheshi i Shëmpjetrit, ku mblodhën 50.000 besimtar për bekimin Urbi et Orbi. Paqja që na jep Jezusi nuk është ajo që thjesht i hesht armët, por ajo që prek dhe ndryshon zemrat e secilit prej nesh, tha Papa Francesku, duke i ftuar të gjithë të bashkohen në vigjiljen e lutjes për paqen që do të kremtohet në Bazilikën e Shëmpjetrit të shtunën më 11 prill. Papa Leoni, siç edhe është traditë, përcolli urimet e Pashkës në disa gjuhë, duke ju drejtuar të gjithë botës gëzuar Pashkën. Arabo, qui chiama Magida, il cinese